Donald Trump u imitua nga Flori. Kjo është një foto e realizuar në backstage për post numrave që bënim në Portokalli. Menduam që ta amerikanizonin pak edhe të ishin pak më afër me ngjarjet politike. Ti mos më thuaj që ti bëre Melanie Trump. Jo, unë tu kam qenë gruaja të çifti i lumtur. Atë çifti i lumtur. Po. E mbaj mend nga veshja, por edhe nga flokët. Flori, shumë mirë. Po, e ka qartë dhe u prit shumë mirë dhe më duket në mos gaboj Flori e ka testuar për herë të parë. Po, në Portokalli, po. Edhe nga që shkoi shumë mirë, ishte figurë shumë interesante, edhe me që ishim në Amerikë dhe thash, okay, president. Tani më thuaj diçka mua, si e shikon Florin kështu të futur në politikë? Flori nuk di të them nëse do jetë një politikan i mirë, një politikan i keq, nuk di si do i shkojë rrugtimi i vet politik. Unë i uroj shumë suksese. Kemi kaluar shumë mirë, kemi bërë shumë suksese ti ai me PD-n ti me PS-n. Shumë numra, po kush tha që jam me PS-n? Po kur del Medi Rama në fushat elektorale nuk je me partinë Mundësia. Atëherë ta sqarojmë këtë se ky ka qenë edhe një nga keqkuptimet më të mëdha. Jo, i ka qenë mos keqkuptim, jo keqkuptim. Tash to lutem ora, më nuk të sqaroj. Do të gasmosh. Shiko, unë në Kalifornia kam pas bërë një personazh shumë të suksesshëm, Lushin Vallxhore. Po. Dhe te Lushit keqen motra e kam parë si të PD-s, si të PS-s, si të LSI-s, Partisë së Lirisë sot, deri tek kryeministre. Dhe kur ky personazh është bërë në Kalifornia, komentet kanë qenë nga më pozitivet. Edhe ai ka qenë një nga numrat që ka arritur maksimumin dhe shikueshmërinë më të madhe. Dhe unë të njëjtën gjë bëra edhe në fushatën, pavarësisht se nuk ishte skena e studios së Kalifornias, por ishte skena në qytetin tim të lindjes në Fier. Pra, unë i pash filxhanin, unë mund t'ja shoh çdo kujt filxhanin dhe ja kam parë me deputet, me ministra. Kjo Delinda i pa filxhanin, ka dhe një konotacion tjetër, i pa filxhanin. Ja pash filxhanin dhe ja gjeta rezultatet. Ja gjeta rezultatet. Sa theti? 70? 73, thashun, 74. Si këngjën se i mori 83? Mori maksimalen që do. Fitoria u gjetë. Po ti je socialiste? Unë jam me Delindën. Me Delindën. Si është ajo historia që ti do ishe kandidate për kryetare bashkie në Tepelen? A ishte një status. E bëre ti? A ishte një status dhe unë... Unë e hengra për shumë. E hengra ti? Ka shpete e hengra ti? Ka shpete e lava? Ja, po tani status tani e bën ti vetë, që unë do jem kandidate. Po mirë, ti e di që unë jam aktore shumë e mirë humori, kam imituar personazhe politik, lëshoj kështu statuse her pas here. Se kështë bërë asnjëre këtë, pëndaj. Ti se kështë bërë asnjëre këtë, që të bëjnë gjithë dhe si shashtë. Dhe po ta vëshre, unë kisha vënë, duke që se kandidimi ishte në Tepelen, unë kisha vënë edhe mbi emrin e vajzëris Zhupër, pra nuk e kisha vënë disha që të bëhe sa me i besueshëm. Po atëre kam pasur të drejtë unë dhe gjithë popullin shqiptar. Dhe po, unë nuk e shoh veten në politikë. Unë Florit i uroj shumë suksese. Shumë nga aktorët e kanë marrë këtë nisëm, kanë lënë fushën e artit edhe janë... Erioni Saj, kryetar bashkie. Erioni Saj. Flori, 2. Delinda Disha, 3. Më falë, jo ti, jo, nuk qenë ka. Tani, do ta votosh Florin se ti voton në Tiranë, ti nuk voton në Fier. Vota është e fshehtë. Tani. Vota është e fshehtë. Nga e fshehtë vota tani. Pse, qa kujtote? Edhe është e fshehtë vota. Edhe qa kujtote? Se do ta them unë dy sa e fshehtë është vota. A socialiste e fshehur që je ti je kriptosocialiste je. Po shmendimi jot, më zotre. Po mi, mendimi im. Foto tjetër. Prap këtu, kjo vajza ishte ajo që... Kjo është aktoria, po lidhe... Qatratu. Trashe qerje. E bukur, e batut e bukur. Po që e bo, e? Kam qeshur aty. Me lot. Po, me lot jo, po afër lotit. Ky ka qenë një numër shumë i lezetshëm. Flori dhe Linda ka qenë instruktorët e kërcimeve rumba, salsa. Edhe sigurisht
te ky numër ka qenë kontrapunti që Gjoda në thonjza krijonte marrëdhënie me lindën dhe unë krijoja pëlqim me instruktorin. Rrethanat që është vendosur ky personazh kanë qenë nga më të shumtat. Domethënë i kemi vendosur kudo. Në skenë, në sport, në art, kudo. Domethënë është bërë për goxha vite për gjatë sezonit në Portokalli dhe i ka konsumuar të gjitha tematikat, të gjitha. Tani te këto pjesët erotike, Delinda, nuk thotë ndonjëherë burri e teprovën çik? Jo. Fare. Eldo është artist. Ta thash që në fillim kur jemi njohur ai e di shumë mirë kush është Delinda edhe si sillet Delinda. Përkundrazi ti je vetëm aktori që futesh te pjesa erotike, je futur te pjesa erotike e roleve. Do të thënë flas me si çift me çifti i lumtur. Do të thënë aty je futur në pjesë dhe po sepse është një çift që tregon të marrëdhënien i çiftit shqiptar dhe kurioziteti është shumë i madh. Por ka qenë një numër i ndërtuar gjithmonë i bazuar tek tradhtia, por që naiviteti i bashkëshortit gjithmonë e kalonte me shprehjen e famshme janë punët e Zotit. Po megjithatë e bukura mjeshtria e atij numri është që asnjëherë ju nuk përdorni fjalë banale. Është ajo që ne mendojmë si shikues, po ju nuk përdorni dhe për atë bravo i qoftë. Ta thash, çdo gjë, paktën në kohën kur kam qenë unë në Portokalli. Asaj kur i ke ti zgjidhje se ç'është. Bëj me s'kam parë gjë, s'kam dëgjuar gjë, unë vetë dorën në zjarr. Për ato që kam bërë edhe kam thënë edhe kam interpretuar, por tashi foto tjetër. Xhemin e kam shumë xhan, është shumë pozitive, ka një ironi shumë të lezetshme në tipin në tipin e saj, edhe kemi shkuar shumë mirë. Është shumë solare, shumë e dashur, një vajzë dhe nën e jashtëzakonshme. Kemi ndarë vite pune bashkë, vështirësi. Me Xhemin asnjëherë. Është shumë solare, është shumë pozitive dhe nuk mërzitet asnjëherë. Jo vetëm me Delin, po... E kuptoj. Foto tjetër? Agron Llakaj nuk e kam kapur. Kur kam shkuar unë në Portokalli, Agroni xha ishte larguar. Nuk kam bashkëpunuar me... Cili është mendimi yt për atë që ne e quajmë një lloj babai humorit shqiptar, mas vitit 90? Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për sa i përket humorit, unë e vlerësoj. Agroni ka qenë shembull edhe muz për shumë aktor të brezit tim. Meshkuj. E kam pasur idhull, janë frymzuar prej Agronit. Nuk e di kalimi nga Portokallia në një format që ka dash ta bëj vetë. Unë e kam ndjekur, e ndjek e shoh, e vlerësoj shumë, por nuk kam bashkëpunuar të them... Ka rënë rasti? Jo, nuk kam pasur. Ke pasur dëshirë të punoje, të bashkëpunoje? Do kisha dëshirë, por kur vajta unë nuk ishte më pjesë e Portokallis. Por aktorët që kam dëgjuar, fjalë të mira, do më thënë nga bashkëpunimi që kam pasur me Agron Llakën. Foto tjetër? Klanifornia. Ka mërmollë? Kam. Sa zgjati? 4 vite, besoj. 4 vite, 4 sezone, të plot. Të plota, se me 3 mujorsha, 2 sezone quhet viti. 2 sezone quhet viti.